Në prag të ditës së verës në lagjen Kala u organizua panajiri i zejeve, me pjesëmarrjen e nxënësve nga shkollat nëntëvjeçare dhe gjimnazit e Elbasanit, si dhe zonja që prezantuan produkte artizanale, gatime dhe veshje tradicionale. Aktiviteti tërhoqi një interes të veçantë nga qytetarët, ndërsa mësuesit dhe organizatorët theksuan rëndësinë e ruajtjeve të traditave dhe përcjelljes së tyre brez pas brezi. Prezantohem me veshjen që e kam të trashëguar qysh nga stërgjysherit, edhe me traditën e bollokumeve të Elbasanit. Sepse kështu e ka pas qysh në fillim Elbasani dhe kështu mbetet. Na bakrët e para me gjallë, me vezë, miell, të gjitha to që du. Kostumin që e mbajmë vesh e kemi të traditës të krahinës tonë, të Shirgjanit, që e kemi pas edhe të stërgjyshes që na kanë lënë birmazbiri, edhe unë do t'ja trashëgoj edhe nipave edhe mesave të mia. Mesave u tregoj gjithë si kemi kalur, si kemi qenë ma përpara, si kemi përjetur, edhe si përjetohet tani. Tani ka edhe dallim se është i çik koha më zhvilluar tani. Ma përpara s'kemi qenë kaq të zhvilluar, kurse tani është kohë e zhvilluar. Dhe unë kam 2 mbesa këtu që ja kam trashëguar, ja kam rrobat. Ja kam trashëguar gjysh mas gjyshe, mi kanë lënë, unë do ja lej atyre.